Tublla e Epërme është një vend banim, historia të cilit daton që nga shekulli i 15 përmes argumenteve të ndryshme mund të përcjellet në mënyrë kronologjike. Shkolla dhe martirizmi i banorëve të këtij dhe aspekte të ndryshme në të gjitha fushat e jetës. Përshëndetje miq të dashur të televizionit DTV dhe të emisionit
Përshëndetje për stafin e DTV-s dhe gjithë audiencën e DTV-s. Atëherë jemi në ambientet e Muzeut të Shkollës Parë Shqipe në Kosovë, në Stubull. Gjeneza e shkollës na shpjer në shekullin e 16, më saktë në vitin 1584, kur për herë të parë këtu filluan mësimet në gjuhën shqipe. Këtë konfirmojnë një sër studiuesish të huaj dhe vendor, bazuar në dokumentet e shumta arkivore, edhe të selisë së shejtë dhe raportet e tjera relevante të arkivave evropiane. Pse shkolla u ngrit në Stubull? Raporti i vitit 1584 i Aleksandr Kumullović dhe Tomaz Zoragjës, përndryshe dy vizitorë mjaft eminent të selisë së shejtë, të cilët papati i kishte dërguar në vizitë në Troje shqiptare, pra dhe në Stubull, ose më saktë në territorin e famillisë së Malit Zi të Shkupit, ku sot jemi, ku bën pjesë dhe Stubulla, për të parë nevojat e shqiptarëve dhe për një ndihmë konkrete në fushën e arsimit. Pse u përqendrua në këtë vend dhe pse këtu të themelohet një kolegj, siç thot Dimitër Shuteriqi, ishte në nivelin e një shkolle të lartë, siç ishin gjithandej edhe kolegjet në shtetet ndryshme të Evropës. Raporti thot, këtu ende nuk vinë dhe nuk banojnë turqit, dhe se banorët janë të lirë nga tatimi që duhet të jepej sultanit, por shkak se ishte një zonë edhe minjerash dhe kushtet vështira. Arsyeja tjetër është se Stubulla gjendet në qendër të krahinës dhe këtu mund të mësojnë dhe të krishterë, thuhet, të tjerë nga rajoni. Keni parasysh Stubulla këtu komunikon përmes rrugës së Kumanovës, kështu e quhen populli, me Kumanovën, mandej me luginin e Preshevës dhe Gjelanit dhe natyrisht nëpërmjet letnicës me selinë i peshvore të Shkupit. Pra është një zonë që ka një lidhje të mirë me rrethin, një komunikim të mirë me rrethin, dhe kjo ka qenë dhe arsyeja tjetër. Historia e shkollës së Stubullës, e kolegjit, përtharë deri te viti 1905, ne kemi shfletuar një sër dokumentesh që mund të dëshmojnë në mënyrë kronologjike punën dhe funksionimin e shkollës së Stubullës. Keni parasysh, në fillim të në shekullin e 17 ka dokumente që tregojnë se kjo shkollë kishte 72 nxënës. Për këtë dokument nuk jam kompetent të flas, këtë do ta dëshmoj pak më vonë, do ta publikoj një studiues tjetër nga Stubulla, Albert Ramaj. Por gjithsesi, duhet kemi parasysh që në këtë shekull kishim një numër të konsideruar nxënësish në këtë shkollë. Shkolla që nga viti 1638 të ruan një mori librash, të cilat i kanë shfrytzuar nxënësit dhe natyrisht mësimdhënësit e saj. Në gjuhën shqipe kemi nga viti 1664, kemi doktrinën e krishterët të Budit, dhe duhet të them për studiuesit e Budit se ky botim ndryshon nga dy botimet e mëhershme të kësaj vepre. Gjithashtu ruhen libra të leximit, libra të matematikës, runa betare dhe një sër librash të tjera. Gjithashtu nga viti 1920 apo 21, shkolla kishte edhe organin e vet të mësuesve, dhe gjithashtu në vitin 1904-1905 në këtë vit shkollor ne kemi edhe listën e nxënësve me emra dhe mbiemra, mosha atyre. Janë 42 nxënës në atë kohë. Gjithashtu ne kemi identifikuar dhe një numër të konsideruar të mësimdhënësve, spaku që nga viti 1844 e këndej, dhe jemi në fazë të hulumtimit të mësuesve të tjerë. Dhe natyrisht kemi identifikuar dhe ca të tjerë që pritën të publikohen në një të ardhme. Në muze ruhen edhe një numër i konsideruar i dokumenteve arkivoreve, sidomos ato të kohës austro-hungareze, që nxjerrin në pa dhe flasin shumë për
funksionimin e shkollës, por dhe për çështjet e tjera, qofshin ato politike, sociale, kulturore të gjithë këtij rajoni. Gjithashtu, dokumentet na shpërfaqin edhe një numër të nxënësve të kësaj shkolle, që më pas kanë vazhduar punën e mësuesve në disa qendra, jo vetëm në Stubël, siç është rasti i Angel Zefit, por kemi mësues edhe në Shkup, Kallmet, Shkodër, siç është rasti i Zef Ramajt, mandej i Maria Demës dhe Dile Demajt, të cilat kanë qenë mësuese jo vetëm në Shkup, por edhe në Kallmet e Shkodër. Ne jemi duke punuar në këtë drejtim për të ndryshuar më në plotni figurat e këtyre mësuesve dhe shpresojmë që në të ardhmen muzeu të dalë me një botim të veçantë sa i përket figurave që kanë dalë nga kjo shkollë. Shkolla duhet thënë se mbështetej nga Austro-Hungaria, e cila siguron të dhe një numër të madh të teksteve, ndërkaq që tekstet siguroheshin disa tekste edhe nëpërmjet të klubeve dhe shoqatave shqiptare të kohës. Këtu rreth kësaj shkolla mbështetej jo vetëm nga Austro-Hungaria, por edhe nga shoqata dhe klubet shqiptare të kohës, gjithandej që funksiononin në përkoloni të ndryshme shqiptare në Evropë. Kështu kemi librin e këngëtorën e këndimit çunave të Naimit, që na vjen nga drita e Bukureshtit, botimi i vitit 1886, për të vazhduar mandej me libra të matematikës, por dhe me libra publicistik e historik, që lidhen me historinë e Shqipërisë dhe të kombit tonë. Gjithashtu ajo që vlen të përmendet është se librat e leximit ose librat e gjuhës shqipe kanë dhe kaptina të tjera nga fushat të tjera të shkencës, ta zëm nga fizika, nga bujqësia, nga historia, nga gjeografia, gjë që flet edhe për lëndët të cilat janë mbajtur në këtë shkollë. Shkolla nga viti 1905, sipas dëshmive që të kohës, ka pasur edhe grupin dramatik. Hë për hë, në shkollë ruhet edhe botimi i parë i Judës Magabe, dhe sfundi është botuar dhe një libër studimor mbi teatrin Fishtian nga studiusi Tonin Çobani dhe Domdue Ballabani, dhe në këtë libër është përfshirë edhe po e them kushtimisht teatri i kësaj shkolle, i nxënësve të vitit 1904-1905. Gjithashtu duhet të thënë se shkolla ka pasur edhe korin e vet dhe disa nxënës të kësaj shkolle deri në vitet 80-a, 90-a sa kanë qenë gjallë, kanë qenë gjithmonë aktive, po them tash në korin e famullisë në Stubël. Ne shumë kush nuk i kemi ditë pse këto gra plaka vjetra këndojnë kaq bukur, derisa ne nuk e kemi hulumtuar këtë rast dhe kemi ardhur në përfundim, kemi vërtetuar se shkolla ka pasur jo vetëm grupin e teatrit, por edhe ka pasur korin e shkollës. Për këtë çështje shkruan edhe Angel Sedaj, profesori i nderuar, tashmë i ndjer në një nga librat e tij. Deri në luftën e dytë botërore, diku pak pas luftës së dytë botërore, kemi hasur edhe në rrenojat e kolegjit, ndërkaq që pas një gërmimi që kemi bërë, kemi hasur pjesë të themeleve dhe gur të latuar dhe tulla të mureve të kolegjit. Këto janë dëshmi e atyre rrenojave, ka dhe të tjera që ruhen në vendin ku ka qenë kolegji dhe ku ka funksionuar kolegji, pranë varrezave të fshatit. Të gjitha këto figura që shohim në korniza, të varura në mur, kanë të bëjnë me